Pas vendosjes së traut në Thuman, linjat e transportit Has-Kukës rritën çmimin e biletës me pretendimin për të mbuluar kostot e shtuara. Megjithatë, pasagjerët nuk po shohin përmirësime në shërbim, pasi përdoren rrugë alternative që çojnë në vonesa dhe trafiku mbetet i ngarkuar. Përkundër rritjes së çmimit të biletës, shërbimi i ofruar nuk është përmirësuar. Rrugët e vjetra, si dalja në Fushkruj, nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e udhëtimit dhe pasagjerët vazhdojnë të përballen me pengesa të shumta. Për këtë arsye, është e drejtë të pyesim pse duhet të paguajë më shumë kur shërbimi mbetet po ai. Autoritetet duhet të ndërhyjnë dhe të sigurojnë që çdo rritje çmimi të justifikohet me përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve. Mesazhi i qytetarit. Kam një ankesë për sa i përket transportit rrugor të Veriut, Has-Kukës, të cilët pas vendosjes së traut në Thuman, rritën biletën me pretendimin për të mbuluar kostot e shtuara. Ndërkohë, përdorin rrugë alternative, dalje në Fushkruj nga rruga e vjetër, por me biletën e rritur, duke bërë që të paguajmë më shumë dhe të kemi problematika me trafikun dhe vonesat. Po pse ne duhet të paguajmë më shumë kur nuk po marrim shërbim më të mirë?